5 të plagosur nga të shtënat në Virginia State University. Policia kërkon disa të dyshuar. 5 persona mbetën plagosur nga të shtënat me armë zjarri në Virginia State University në orët e para të ditës së shtunë me 15 gusht. Ngjarja shkaktoi izolimin e përkohshëm të kampusit, ndërsa policia kërkon disa persona të dyshuar për përfshirjen në këtë atentat. Të shtënat ndodhen pranë zonës Quad Annexes. Policia e universitetit dhe efektivet e Chesterfield County gjetën jashtë konvikteve 5 persona me plagë nga armët e zjarrit. Universiteti konfirmoi se të paktën një prej plagosurve është student. Të 5 personat u transportuan në spitale, njëri prej tyre i cili fillimisht ishte raportuar me plagë që rrezikonin jetën ndodhet në gjendje kritike. 4 të tjerët kanë pësuar dëmtime që nuk konsiderohen kërcënuese për jetën. Ngjarja ndodhi në prag të fillimit vitit të ri akademik. Konviktet ishin hapur një javë më parë, ndërsa mësimi pritet të nisë të hënën. Autoritetet nuk kanë bërë publike identitetet e të plagosurve ende. Më vonë gjatë ditës policia vlerësoi se nuk ishte me kërcënim të menjëhershëm.